thirrin që ata që i kanë kushtet edhe kanë dëshirë me bo mirë, edhe të ta i lirë, nuk dvet për çmim, edhe tash pse s'dvet për çmim, ajti tash është jo korekte shembull me lyp një çmim që nuk ban me lyp. Lype që atë hakën në tanë edhe masane i dasmën e nxjerr. Aty janë shembull hala të ne shqiptarët hala ka 200-300 persona piftojnë. E vërtet. Nuk po janë po shembull. Vazhdojmë të bëjmë dasma të mëdha me. Po, ka 200-300 persona mas pakti. E shembull nëse kalon mirë ata e vendosin nëse u konë mirë. Po edhe nëse s'u konë mirë ata nuk të thrasin mo. E vërtet. Tani çmimet janë ngrit në gjithë botën dhe në gjithë shka. Po qesh, po gjithsesi pe kupton ku po du me dalë. A i kanë ngrit muzikantët çmimet? Po une që ata deshta thomë, po çdo kush për veti e ka, une kemi çmimin e arsyeshëm, edhe të pas parasysh për para, ka pas edhe bakshishe ma shumë, edhe e kem ditë që shembull, po tash, si do që tjetë, ne si kemi fry ato çmimet, po dikush po thojnë që po, për veti e kanë ata, spedita shamunën me funksionu. Sa gjatë do ta kenë? Problem është. Po. Problem, nëse donë me punu, dush me më kanën pak ma për toke, edhe krejtë është se shembull për para, kur të kanë rezervue për darsëm, shembull ka dalë vetëm prindi, të ka taku, shembull vetëm prindi baba, të ka taku, ka shku të shtëpia, ka thonë e kom rezervu një muzikë edhe ajtë për të mirë. Po tash nuk është ashtu, se shembull gjitha kërkesat që bëhen nëpërmjet të telefonit, thot jam me bashkëshortën. Qiftin këtë rast janë ata që vendosin. Po thot jam me bashkëshortën, thot jam edhe me djalin, faktikisht i zoti shtëpis. Thot jam me gruan, thot jam me djalin, me nusën, me vajzën. Krejt familja. Kemi hi në YouTube çdo vikend që një muj, jemi të përcjell ato këto, edhe kështu që e kem vendosë për tyje, tashmo nuk vendosët një person për muzikë. Po mirë, kjo është për mirë, unë mendoj, po, sepse në fund të ditës merret mendimi i gjithë secilit, edhe kur janë dakord. Po. Edhe ashtu duhet tjetë. Korekte, kur janë dakord shumica, atëherë po besoj që gjithë ndahen të kënaqur në një farë. Që ata po du, thëmë se tash, është edhe pak ma mirë, se shembull e vendosin krejt edhe kush do që të shkoje, do me thonë besoj që i pritet mirë. Pa tjetër. A ka dasmor të vështirë? Edhe si menaxhohen, apo si te kalohet situata kur dasmorët janë paksa të vështirë për të komunikuar?